Deputeti i AK-s Dauta Haradinaj në një intervistë në kanalin 10 ka thënë se zgjedhjet e prillit mund të shmangen dhe të mos shkohet në dy palë zgjedhje për shkak të çështjes së presidentit. Haradinaj ka përmendur disa emra specifik të cilët thotë se do t'i votonte nëse do të propozoheshin. Për aktivistin shqiptar në SBA, Heri Bajraktari, Dauta Haradinaj ka thënë se do të zgjohej edhe në këmbë për ta votuar. Gjithashtu ka përmendur edhe Gjim Xhemën dhe Rustem Gecin si emra të tjerë. Nëse vjen një nominim i Heri Bajraktarit prej Amerike kandidat për president, jo vetë që e votoj, po qohna në këmbë kur e votoj, ose Rustem Geci, ose Gjim Xhema, ose të tjerë. Kemi na emra të përveçëm, mos i paragjykoni gjërat, ka thënë ndër të tjera Haradinaj. Ndodhemi këtu pranë magjistrales Prishtinë-Mitrovic në Vushtrri, në vendin në të cilin do ta ndërtojmë rreth rrotullimin që u krijon qasje në këtë magjistrale dhe në 5.000 hektar tokë që i kanë në anën tjetër të magjistrales, 3 dumnicave dhe gjithashtu edhe lagjës Cokaj të Stanovcit. Kjo është një padrejtësi e gjatë e cila do të rregullohet me këtë rrethrotullim që do të jetë përafërsisht i njëjtë me atë në Pestov, ashtu që fermerët e këtyre fshatrave kur të dalin në magjistrale të mos rrezikohen dhe gjithashtu le të mos harrojmë se ka fëmijë të cilët e kanë humbur jetën si nxënësat shkollave kur janë detyruar që të kalojnë në anën tjetër të magjistrales. Pra, rreziku do të merr fund dhe rrethrotulimi do të ndërtohet. Faleminderit shumë për durimin që kemi pasur e ne zotohemi para jush se kjo do të ndryshoj. Këtu jam së bashku me kryetarin e ardhshëm të komunës së Vushtrisë, Dr. Siliman Mehollin, dhe gjithashtu me bashkëpunëtorin e kolegun ton, ish kryetarin e mirë të Vushtrisë, Xhafer Tahiri. Pas rastit të rrëmbimit dhe plagosjes së një qytetari serb me shtetësi kosovare që dyshohet të ketë ndodhur nga Xhandarmeria serbe brenda kufirit të Kosovës në Leposavić, ka folur kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti. Shefi në detyrë i qeverisë thotë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka nisur përndjekjen e serbëve të integruar në institucionet e Kosovës. Fqinjë ynë verior, përveç se është agresor, është dhe agresiv. Vazhdimisht bën sulme, kërcënon e provokon. Së fundmi është e qartë që Serbia është dorëzuar para Republikës së Kosovës dhe para shqiptarëve. Ajo tash i ka në shenjestër serbët, të cilët janë integruar në Kosovë, që punojnë për të mirën e komunitetit serb dhe të cilët nuk i kanë librezat e partisë së presidentit të Serbisë Vučić atje, deklaroi ai. Sipas tij, Serbia është drejtuar ka Kremlinit e jo Europës, ashtu siç është rreshtuar Kosova. Kosova dhe Serbia, dy shtete fqinje, Kosova shtet demokratik me paqe, siguri, me lishmëri dhe rend publik, ndërkaq Serbia është shtet autokratik, armiqësor, i orientuar ka verilindja pranë nga Kremlini dhe gjithashtu me aspirata ekspansioniste e hegemoniste në Ballkan. Ne jemi të orientuar ka perëndimit dhe ka Bashkimit Evropian dhe NATO-ja, deklaroi Kurti. Nga sheshi veriu të Mitrovicës, Kurti kërkoi sanksione Serbisë nga BE-ja dhe NATO, me që sipas tij ajo përbën kërcënim për vendet e Ballkanit. Andaj, është e domosdoshme që faktorët ndërkombëtar, bashkësia ndërkombëtare në përgjithësi e posaçërisht Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, t'i bëjnë trysni Beogradit të vendosin Serbinë në sanksione sepse ajo po i lufton serbët në Kosovë, të cilët dëshirojnë të jetojnë në paqe e në liri, për të cilët janë garant si në qeverinë e Republikës, meqenëse se unë nuk jam kryeministër vetëm i shqiptarëve, por edhe i të tjerëve, përfshirë serbët që janë rreth 4% e popullsisë së Kosovës. Kurti ka një thirrje edhe për serbët në 4 komunat veriore, kushtetutshmëria, lishmëria, paqja e siguria, rendi publik do të jenë cep më cep Republikës sonë, tërkohën për të gjithë, pa dallim për inat askujt, por për të mirën publike e qytetare. Andaj edhe organet e Kosovës edhe në aspektin e sigurisë, por edhe në aspektin social, do të jenë pranë qytetarëve pa diskriminuar, favorizuar asnjë njeri. Pra ne ftojmë serbët në veri të Mitrovicës që të bashkëpunojmë në organet e shtetit të Kosovës për arsye se edhe ata aty kontribuojnë me tatime. Njëkohësisht, është dëshmuar që jo vetëm policia e Kosovës, por edhe zyrtarët të tjerë të shtetit janë profesionistë të cilët shërbejnë në përkushtim dhe pa dallim
rasti i rrëmbimit të Milan Vukasinovic më 1 nëntor në Leposavic po hetohet nga organet e rendit në Kosovë. Dashuria tregohet edhe me buxhet, sidomos me buxhet, pra rritja e buxhetit të shtetit alokuar komunave të Kosovës është ngritje për 5 vjet për 59%, jo për 5%, jo për 9%, jo për 15%, jo për 19%, po për 59% qeveria jon e juaj e Republikës ndonë ma shumë për komunat vitin e ardhshëm se para 5 vjetëve. Kjo është ai transformimi i madh të cilën ne kemi bërë duke kthyer vëmendjen ka komunat e Kosovës. E në veçanti në Prizren, ndërtimi i rrugës Prizren-Prevall, një projekt që lidh fshatrat me qytetin, duke sjellë zhvillim dhe mundësi të reja për të gjithë. Në rajonin e Prizrenit, për më pak se 4 vjet i kemi asfaltuar më shumë se 100 km rrugë. Me qeverinë e Republikës Shqipërisë kemi ndërtuar bashk rrugët Gorozhub-Pogaj, Kërstec-Pakisht-Zapod e Dobrum-Blinisht, që na ofrojnë me Shqipërinë e që na e